Në qendrën klinike Nën Tereza vazhdon kaosi me mungesën e vendeve për parkim. Qytetarët ankohen se shpresin me orë për të gjetur hapësirë, ndërsa jo rrallë detyrohen të largohen pa marrë shërbimet e nevojshme. Përderisa këmbësorët përballen çdo ditë me trotuare të bllokuara dhe rrugë të mbushura me automjete të parkuara në çdo cepë të kompleksit. Jazda sam naona, site ќе донесам паяк и сите да ги крени. Шу. Па така, ние кај да се движиме пешаците. Тие мора да се паркирани, нас нека не газат колите. Какото револтирани сме, шо ето. Секој пат тие се во предност. Ние, патниците, немаме проблеми, немаме работа. Само тие се имат работа. Ne det ndodhe 20-30 minuta ngelam të kërka parking, në fund kom dalë për spitali, së në kryta po. Shë me kolisë qumë të a gjemë, shka me bo? Shumë zarë, po qa ka vende. S'po mund të një të mujqintë? Po s'ka më gjetën, më nëzhe, a gjemë këm zonë të kuj udhën, po e këm shkrujt numërin e telefonit për para me më thirën, se për ndryshe s'kisha me parku. Nema mesto da se parkiraš, čekaš malo se prošire malce. Se pojdene ovako koga dođete ili? Betre, повече. Може среда, само треба време. Јас додуша не живеам тука, у Македонија. Дојден сум од Германија, ама ова е за мене вистина шок. Вистина е ова за мене шок. Нити паркингот, нити болниците, нити немат никаков ред. Po moето mishlenje tuka. Ministria e Shëndetësisë vonesën e zgjidhjes së problemit të parkingut të arsyeton me zgjedhjet lokale që sipas këtij dikasteri ka penguar që administrimin e parkingut ta merr nën kompetencat të saj. Procedura administrative që lidhet me çështjen e parkingut është drejt përfundimit, e cila ka qenë pengesë vetëm lidhur me procesin zgjedhor. Pas kësaj, Ministria e Shëndetësisë do ta marrë zyrtarisht parkingun në administrimin e saj dhe njëkohësisht do të ndërmarrë hapat konkret për zgjidhjen e problemit të parkingut. Çdo ministër i shëndetësisë që është ulur në koltukën e parë ka premtuar zgjidhje për parkingun, por në praktik nuk shihet asgjë. Edhe ministri aktual Azir Aliu që në këtë dikaster erdhi 6 muaj më parë, kishte premtuar masa konkrete, duke thënë se është në prioritetin e tij përfshirë digitalizimin e sistemit të parkingut e madje edhe riorganizimin e parkingut.